rreth botës së librit, rreth asaj që të gjithë e dëshirojnë, rreth muzikës. Rreth artit, rreth të së bukurës. Pamje të bukura të vendit tonë. Rreth krijimtarisë. Të gjitha këto bashk në një emision. Të dashur shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në emisionin e radhës rreth krijimtarisë në televizionin kombëtar. Sonte kam dy figura në studion time, ku njërën figurë do ta keni pak më të njohur, pasi që dhe jemi rritur të shambë për faktin që e kemi pasur shumë pjesë televizive dhe humorin e tij, ku kam kënaqësinë që do të bisedoj sonte me dy figura të dashura dhe të çmuara, në një figurë të pjesë të skenës tonë, i cili ka lënë gjuhën të thella në artin dhe në kulturën shqiptare. Ai është një ndër ikonat të dashura të humorit, një aktor me rolin e Larushit që ka bërë breza të tërë për të qeshur me lë. E sonte na nderon me praninë e tij Ganimet Bytyçi, apo siç ju e njiheni Larushin. Faleminderit për ftesën dhe mirë se vini. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Kështu që ju ftoj edhe me krah Larushit, ku kam një të nderuar të ftuar, që është Shefki Hyseni. Shefki Hyseni është një mërgimtar dhe më përpasoj fakti pasi që Shefki u tha që Marigona më propozon me vetëm atë pjesën që jeton mërgim, që ta shpalos pak dashurinë të cilën e jep për atë dheun dhe për Kosovën, ku nuk është pjesë i pandar prej Kosove. Që është pranë meje është edhe Shefki Hyseni. Shefki, faleminderit që je në studio. Mirë se erdhe. Djeu i lirë, djeu komod, jemi bashkë bisedim dhe besoj që do të kalojmë shumë bukur. Siç kaluam edhe para paskenave para se të fillojmë emisionin. Dalosh, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Unë gjithmonë jam qenë mirësorë në radio televizion Fontana. Jam qenë edhe më herët në radio, po edhe në televizion, po edhe kështu që vetën e di sikur shpitame. Sikur të bindon, ashtu edhe kur të ftova ashtu dhe qëndrove shumë i afërt në televizionin e Fontanës edhe me atë pjesën që ke kaluar vite më parë. Shumë e vërtet. Çfarë do të thotë të jeni një aktor i cili ka lënë histori të humorit shqip? Unë mund të them që karriera ime është shumë e bujshme, domethënë shumë e madhe. Karriera veç 32 vjet që bëj karrierë në skenën kosovare, në skenën e humorit, në skenën e komedisë. Po së fundmi edhe në skenën e filmave role më serioze pak. Domethënë karrierë bagazhi i madh për të vjet. Mujt mu po serioz, role serioze. Sa e ke pas shtirë që po këtyre kanë erdhur të imponohet se në filmin e por kur kom luajt serioz, tash më lidh më hollësisht. Unë serioz kom luajt në vitin 1998 në luftë, kur e kemi bën shfaqjen e një pjesë skenike, ajo është i gjallë në përvetorin e parë të Adem Jasharit, në atë ku më kanë besuar rolin e një paramilitar i serb. Atëherë kur më kanë thonë tash unë jam komedian, qysh me luaj atë, ja ta dosh me lu, po me të vërtetë edhe në atë ku ja arrita me luajt një rol serioz, një rol një paramilitare që është prit aq mirë në publik, sa ai është art. Edhe pse me shpirt e urrësh atë uniformë, po s'kisha çfarë pa vesh, është pjesa skenike. Kështu që nuk e kam pas problem. Më kthy prej një komedian i humorit në një skenë, domethënë, më serioze pak. Kur të ka ofruar çera lake, bezitu pak që ta marrësh për faktin që na jemi pak para gjykues që e mendojmë që personi hyn, ndoshta po pak në aspekt më thon pak po ju edhe shumë sepse arti është art. Arti është art edhe kur gjë është. Për mua tonë nuk kanë pirë. Çka kanë ndërlidh edhe si ke filluar ndërlidhjen prej Drenicës, 20 vite më parë.
Se për çta shpeti, konftohen, po më parë. Po ko më parë unë edhe e një nja zeqin e një mirë, prandaj Fabian Ferizani qysh të punu e një shok ngushtë që kam thekën në emisione, kam marrë njerë me cimen, kam marrë me zënë Lutufën, po një pritja mirë dhe kështu që kur më thirrët ti nuk e situova 2 herë dhe thash po vi. Se kur është një pritja mirë, nuk pritem shku. Faleminderit shumë. Zotëri Shefke, më fal vetëm pak shkurt për përvojën tonë nëse një mërgjimtar sa ka ndikuar kjo në formimin e një arkive për ty, për familjen tënde, cilët janë vitet kur ti ke kaluar pi shkutje tash mërgjim, dhe sa ke arritur që të adaptohesh shpirtërisht atje, pasi që fizikisht e di që e adaptu, po shpirtërisht jo. Po e si çdo djalë ose njeri i ri, kohën e vështira gjatë okupimit serb, gjithmonë kena pas dëshirë me dalë jashtë, me punu, e me pas pak ekzistencën, familjen që kena pas në herë, familjet e varfër, me shku, edhe situata në ka imponu për me dalë jashtë. E unë si i ri e kom pas vllahun atje, e shumë mirë që e kom pas vllahun, e kom shku atje edhe jam adaptu, kom punu, edhe prej vitit 83 deri sot gjindem në Zvicër me këtë familjen. Jam shumë krenar që po muj me ndimu pak a shumë Kosovën me çdo pikpamje. Po do më thonë, që mundesh me kontribu, jam shumë i kënaqur që po muj me kontribu. Çka lidh me Lalushin, Shefke? Lalushin e një shumë herët, edhe si artist, që na ka shti me kesh, edhe rastësisht jena njoftu në Maqedoni të i bon për vitin e ri, e kam një vajzë ka kënu ka pak, edhe ka morë pjesë edhe aja, e rastësisht na taku atje, edhe na ka metu që 30 vite ka të qenë njëtë me bashkë, edhe nuk dana prej tina, deri këtë thët bëllmo, së më lodhe. Qëka është i diçka që ty të mban të lidhur me Lalushin, që ti e veçan? Po, mas pari, i ka pasur këtë do vutje, që më dhimet shumë, se njeri i mirë gjithmonë po vujke. E vërtet, s'provohet. Po s'provohet. Edhe më ka një mu shumë edhe mu kë, më ka thirë një projekt që ka bën për filmin, Darsma e Maleve, që nuk ja arrej deri në vdekje, se jam një krenar që e kom lujt atë rëll, sa kom ditë. Në të arsit e mija. Për vendin tënë dhe pa dëshirë. Kom një pa komesa do të shikojnë tarmën tonë, si ka vujt popullë shqiptar, si ka vujtu QK-ja, ku shokon në QK-ja, që na ka liru, për atë arsye jam shumë i lumtur dhe shumë ja di për nejë. Edhe sa mirë, sa mirë njës. Shumë mirë njës, jo. Shumë vjen mirë për këtë pjesë. Lalush, hajde, bashka, gjitonin, misoj, mos e të po, si ke biseda, po ndërlinjat të biseda Shefkit, na kur jemi njoftë, vajzat i adhetorja këndajke, ja kom pas punu do videoklipe, do sen edhe, mu ledhe dhe me to shoqëria ledhe me apur. Po qenë se Shefki është edhe një humanist shumë i madh, sidomos gjithmonë i gjindet pranë të varfërve atyre që me nevoja. Po Shefki është njëri ndër edhe kontribues të projektet e mia, që ka kontribu në maksimum dhe vazhdon të na përkra në të në mënyrat, dhe kështu që ja di për faleminderit shumë. Ta Shefkin e kemi angazhuar në filmin Radhës Pranvera për Gjokër, që është duke u realizuar në për territorit të Kosovës dhe Shqipërisë, një film me tematikë shumë interesante prej dështimit të Rambujës edhe Kërnena është, një film me një kost të aktorëve më të përzgjedhur që ekzistojnë të Kosovës dhe Shqipërisë. Kështu që besoj që do të kemi sukses, po jo film për YouTube, po film për kinema. Film për kinema. Po, sikur filmi Darsma e Maleve që është duke qarkulluar për kinemat evropiane deri në Amerikë, edhe ky çashtu është, jemi duke punuar rreth filmit.
Okej, rregull. Do të kemi me thasi shumë më të madhen, do të bisedojmë edhe për këtë pjesë, pasi që kur të kalojmë te pjesa e filmit që do të diskutojmë, kemi me ndjekë disa sekuenca me lejen tënde, pasi që ju jeni duke punuar për filmin, edhe kur jeni duke punuar për filmin, ju atë do ta përzgjedhni se ku do ta transmetoni normal një herë në para për dytën apo siç është në radhë. A ka ndonjë mesazh që gjithmonë mundohesh që ta përcjellësh gjatë rolit tënd? Po pa tjetër qëre, tash po lidhna që po kthena pak të humori për shkakun. Unë si humorist, si komedian, në atë kohën që unë kom punu 32 vite, me humor jam mirë, gjithmonë ai kemi para prin të gjonave, sa që mas një muaj, një vjet, 2 vjet, ka dalë ato që ne kemi bo. Është instikti i artistit, se artisti e ka shpirtin e fëmis, të mos harra. Artisti e ndjen gjithçka për shpirtit, për zemrës, ato që ka e qetë. Edhe të une, gjithmonë ka ndalë gjonat që kemi, dhe me thonë, gjithësën u konë me mesazh. Si humori, si filmi serios, si gjitha, kur e bojnë tamam kështu me mesazh, që për ato që kupton, për ato që kupton. Të qove të ranë, se po t'ja ova. Realisht është po jo. Sa ke pasur shtirë që gjithë këtyre vitën, dhurash dashuri dhe pozitivitet, edhe pas atyre ditëve ndoshta po ti s'ke qenë mirë, kur ti si ka disponem, se na krejt jemi ka herë që dojmë na folë kërkush, po... Shqyqa më rigona, ti ke dhënë pozitivitet që... se kështë të thosh shqyqa unë me ndoj, kështë me glamatikës për fulli, shqyqa, dhe të më thonë, është të problemi që artisti si artist, nëse ti ki 100.000 të lashe, unë e po flat, 100.000 të lashe të mija, pa morë parasysh, kur takona me një njeri, unë ato i harroj. Unë kam që merë këtu për mirë, të marrë radin, edhe kështu që gjithmonë ato problemet e mija i kam lanë, edhe kam qenë një që e ka lypë koha, ndeja që imi koha. Kjo është shpirt artiste. Shpirt artiste është qaj, thash, shpirt i artiste është shpirt i fëmis, shpirt i pastor dhe... Lalosh, të flasim pak për pjesën e vendit ku ti e lindje dhe i rritur, sa ata kanë qenë me një farë mënyre krenar për punën tonë, për dashurinë tonë, që e ke dhënë për publikun, për sakrificën, që e ke dhënë për njerëz dhe për teatrin dhe për artin, apo sa ata e kanë pasur diçka që, sepse na fatkeqësisht te ne populli Gjemaj Lavria ka thonë, na në shpina dojnë Gjemaj Lavë, që në shpi jashtë Gjemaj Lavë, kështu që sa e ki pasë më shtetje. Unë duke i falendora gjithmonë në vanit tim që unë jam i lindë në fshatin tërstën e këtë drenasit, ku edhe jetoj, për krajnë e kam pasë gjithmonë në vanit tem drenas, po flasë me rrëthim, po edhe gjithë Kosovës. Gjithmonë në kur në jetë temës që kam një dikan, edhe kështu, gjithmonë e kam pasë një përkraje të mirë dhe më ka jep vullnet, më ka jep kuraja, dashuri, me punu, edhe familja më ka përkrah gjithmonë bashkëshorë që atë 2 fëmija që 2 djemë që kam, më kanë përkrah tonë kohë, më ka dhënë kuraja me punu. Sa janë djemë të, do a thonë, të fokus të artë dashës? E dojnë, me qenë si i vogli, ka punu një kohë me mu ka pak do s'kena, i ka punu, i madhe ma ju. E i vogli, po pa tasha dhe e u rritë, këtë drejtë e ma, si po rritën pak po ndrysoj sistemi. Ku kështë të thonë delit, pas lutër me kom fillu, se kam qenë edhe pjestari është që një të Kosovës, prej ditëve të para, deri ka përfundu lufta, pushkët se kom shumë i dore. Edhe jam krenar që i përkas asoj epokës më të lavdishme të ushtrisë qërimtarët Kosovës. Edhe se ka përfundu lufta, i kemi dozu armë në uniforma, ato në kam vazhdu me profesion temin, jo mirë më marë me komedi, me filma, me dhe, po në vitin 2014, pata në një sulm në trunë që thujmë na, edhe tani më dash me pauzu, një pauze detyrushme, 7 vite. 7 vite në për spitalet, dhe thashme duke falendru edhe shefkijit që në atë kohë më ka gjinë shumë, se një kishë nevojë në asë rasës shumë, edhe thash më është dash me pauzu 7 vjetë. Po mas 7 vjetë, unë thash mendim në shefkijit, Valmere, Elme, ati tjetër, jem kësi fuqishëm në skenë. Duke e realizuar filmit Dasme, Moleve, jo që është film, në shtasmune vlerësaj vlerëson publiku. Por është një film që se cili, aj që e shatë film, ko me gjithë një pjesë të jetës e vetë në atë film.
Se filmi është dasëm, ka rënje, ka rilindje, ka martesa, ka rilindje. Për që edhe titulli i filmit është dasme e maleve. Unë për të tregoj, është të shfaqje për kinemat e Evropës, është të friti, jashtëzakonisht. Kur për shok publik, kur të dolë, sy qetë të kojtë, shok keni bra ka dalë. Po, ja besoj se secili që ka përjetu luftën, ato e gjën një pjesë të shpirtit. Se ka përjetu, se ka sekuenca, ka dëbime, dhunime, vrasje, maltretime, ka gjithçka. E kjo jetë që shtu vazhdon. Delesh, çka të ka thonë, diçka, do më thonë, e periudhë që ti ke kaluar dhe më vjen mirë që e ke kaluar, dhe që tash je edhe më i fortë atëherë, Faleminderit. por çka të ka bën ty që të kuptosh për jetën? A e ke të fishuar dashurinë e madhe që ke pas për publikun, për njerëzit, apo ke menduar që ndoshta është më mirë të stopohesh pak edhe të kujdesesh për shpejtë? Nga Marikona, beson zot njëri se kur ish smut njëri kish kohë me mendu gjithçka. Që tash si më ktheve këtu te ke punë. Am beson zot që unë në spitalin italisë kam qëndruar 2 muaj dhe kam punu skenarin filmi dasme e maleve. Që ashtu për smuti. Dhe më thonë si kam marrë vitit kuraj, kam marrë vitit vëndet, se në kam pas të marrë të shkallës 2. Unë kapitullim jam, po s'dishti zoti dhe mjekët edhe sot jam këtu. Dhe më thonë, unë bikin men, ndoshta edhe për një njeri që veç që më ka thonë mirë dita, po të kujtojshin njerëz, po të vike, po që më ka ndosht edhe, gjithmonë thesha, o zot, unë edhe jetë më qumë koma njëherë, veç për ta më këthy publikit edhe njëherë. Edhe më ka dhonë vullnet, më ka dhonë kurajo, më ka dhonë, edhe thash, u ngrita, se njeri nëse të zohet njerë, bindën zot që quhet 3 fish më i furt. E unë jam quhet 10 fish më i furt. Edhe kështu që e kam marrë jetën përpara dhe po vazhdojmë. E unë uroj që ti të vazhdosh shumë vite, na kënaqësh me basporin me sinqeritetit, me dashurinë sinqert që ke. Patjetër, faleminderit. Pasi që nuk është për një artistin ai nuk presim vetëm artin ta marrë, sa të pjesë kime të lindor dhe të një qysh vogël ku po qenë, por kur e marrim edhe pozitivitetin edhe dashurinë e sinqert, dhe më thonë jemi kompletuar. Unë jam, unë jam shumë i afërt me njerëz. Nuk e dallaj është femra, është moshkull, është fëmijë, është jam shumë i afërt. Shpesh fëmija ngojnë edhe që të nolna, më 100 milion punë, mi posë nolna në rrugë, ato dhe me do të trafitë. Atin se mirë fëmijë du shumë, se të mos për fëmijën të ranona, se le për të rritë në përkësim, po nuk e kam problem, po për i kafe, për i kafe, se ka problem se më në më shku dikon, po dhe i kafe, një kafe. Më thonë që jam i afërt me njerëz, i du, i qmoj, i respektoj, dhe po të mos kur kalon njëri në për periudha më të vështira shëndetësore aty ku sfida të ndryshme, po në për sfida të ndryshme. Test miqësisë, shoqërisë, se ju rastësisht shërbimsat e ke me këtë shpirtin. Tamam. Si që aty e kuptojmë vetëm kur bime, kuptojmë kush shumë vërtet, shumë vërtet. Kur në kemi mek edhe kur se kemi tamam mek, se ka herë për mu shumë Facebook-un, po me lojka. Po kam njëri që kam Facebook është dikush që kam bërë Pikërisht kjo. Kështu që miko, dhije. A që më shëkinë është pa mundur 3 herë, 4 herë në ditë mos më një në telefon. Kënë zvicën unë Kosovë, jam thira veç me ka mirë flosëm. Pa ka mirë s'flosëm, na. Qa më ka mirë, ku je, qa mu? Ti viqësie, ti lash shembull i mirë. Shumë shembull i mirë. Shoqënia mirë është shëndet. Shëndet, e vërtetë. E vërtetë. Dhe zotëri Shëpke, sa janë fëmijë të mirë me gjuhën shqipe, sa ju ke folur aty në Shqip, edhe a e duan ata ta mbajnë traditën, gjuhën? Por zotin, unë i kom 9 nipa. Mashallah. Me isa nipa. Dhe më thonë, i kom 2 djemë e 2 vajza. Paq më i mërë gjatë. Po në shpe, këtë dhejone prej pune, ose se po ne e kom një firmë me djemë, familjare ki, serdve kur frangjesht nuk më folin. I kom të regu, në shkollë shkojnë, shumë të mirë janë, me gjumë, të la gjumë, të mos në zvitë, po Shqipën, do të e para punë Shqipën. Prioritet e ka. Unë gjithmonë këmë ndërru, i bona 40 vite në Zvicër, po më do këtë, ku të ve këto që sëtë këmë marë, para 2-3 orë këmë marë, më do këtë që 100 vjetë këto jam. A di sa më rritët, zemra këtë jam këto. Kërë këtu në studio, po më do këtë që 100 vjetë më këmë, jam shumë i gëzumë, nuk di edhe kanë erë mëndësionet që i kam,
po mu për në fjallë më shumë, jam i gëzu shumë, fëminja me qoshën e kam me këtë. Sa ata Kosovën, a vinë më shpesh apo ti? Shpesh i bi, shumë shpesh i bi. Okej. Shumë, 2-3 herë, sa herë kam pushim, i bi. Këto. Se e kanë prit pjesën kur Lalushit ka ftut me kanë pjesë e filmit një luftë në Kosovë, kur fëmijët e tu nuk e kanë përjetuar. Në fillim, kom tha kjo që kemi lyt një film, po thëm drejt, thash, Lalush, pretëm be pak me nej se kur që më konë artesën, nuk e di që shkojnë të puna. Jam luj futbol, jam futbolista që, thash, e kanë bon dhe atje në Zvicër një farë projekti për mua, për si kom shku në Zvicër futbolist, thash këto e di mi lujt. Po artist kur s'kom qenë. S'muj me mor gudzime. Po s'muj me mor gudzime, thash se ajo është shumë punë rënë me lujt filmin e Uçekës, do me thonë, do të me pash shumë koraj, shumë... Thash për në financim, në ka problem. Amo mes më ngushtë, thash minja ti. Po fal vajzës teme, që është aja kënëne, unë pak ma... Tha bab, thash, shko, tha se Lalushi të regën, tha tani, ti tha mësuesh, tha kërkush i lindur, nuk mësu. Edhe, thash vala, ku më ngu ty veç, ku marrë me drejmë kështu, me gëzim shumë të malë, që ku me lujta të fen, a mu ma dronë që shdo më mdollë mua, a mu më kanë thonë ketë, shumë më kanë thonë që shme thonë një vdata shumë, tash po më do këtë që këtë filmin që kena me bo, po më do këtë i ka laj shumë. Ja tash më letë e kise këti më profesionalista. Tash e këtë jetë... Po për zotin, po edhe jam shumë i knosu që pelon, se fëminja, gjithë më thënë, babëk, së më thënë këtë babëk, fëminja, a peshlën filmin të në takshimi. Qa ke bo, që shë ke vra, qa ke vra, vëdel. Po një avë spjegaj historinë saj. Po që kja jetë historia se ata fëminja nuk din që ka u bon këtu. Njërë që ka kondicion në lumë futbol, atë ka kondicion në Shumirë, edhe ata se din historinë e Kosovës. Po du të me atë regu qdo njërë, se nëna, qka di ju në përzon për që shukon të neja Shaban për lugja që shkanë luftu e se nësë ma të regu babe jam. O në tash të pjethëm thëmi, o që kjo akon kështu, o që kjo kështu. Kështu jeca, që më? E vërtet është. Lalush, si është ka në ndjenja për ty kur je përballë me publikon, pas që këtyre viteve karrierë, por sa e ke ndi vetën faktën për pauzën tonë të 7 vjeçare, edhe kur je kthy, a e ke gjetë njëjtën rrotësi, njëjtën dashuri, edhe vetën, do të thonë, a e ke ndi vetën? Qëre, mundet me thonë dikush që Lalushi s'ka thëtë vërtetën. Bindu në zatë beturët s'ka të dush, që prej ati momentit që më shtu një spital. Thash edhe ma herët, gjithmonë unë ka mungu publiku. Edhe më besën zëtë, para se mu soher, unë jam dalë para publikut, mu ka shtu jeta ka 2 vjetë, ka 3 vjetë. Është knatësi, s'ka ma knatësi, që kur dirë para një mase, para publikut, duhet të rokit publiku për ty, që jam vullnet publiku, të pretë mirë publiku, nuk ka për ma knatësi një jetë. Unë thash, kom punu, nuk halos kom po në koment negativ që sa dikush Lalushi qështu. Pse? Se e munu në atë mënyrën më të mire që egzistan. Une i kam shifrën me di s'to kam në DVD-a, për projekte që kom punu. Në hunën, hala katë këtë dush, së mund është me gjithë një diçka që nuk mund e këshu një familje, kam fjallën, që është banala diçka. Une kur një sen që ka s'ma ka bojnë familje temë, s'ka mujtë me bo. Me dhonë një shenë, po dhe, kur një temë s'ka mujtë me bo, kështu që gjithmonë një mundu e mjë përshtot kohës njerëzve publikut që nga dhashtë. Edhe është vullnet, kur publikut dënë, është shumë vullnet i madhë, jepë kur e më punu, s'ni me jesë për porë dhe mos më nalë kërë. Sa e ke pas shtirë të njerë që edhe jetën në njërmole, të me thonë të bësh atë krasimin ose atë dalimin e ganimetën në Lalush, pasi që shpesh herë njëri ju mësohet me qatë rajtë. Pasha zote në interesant për mu, kon njëri, si aj, adin veç që e kam garderobën kër e veshit Lalushit, e kam që 25 vjetë atë garderobë. Që aja që dalona si Lalush, di kam lujtë shumë me Lalen, mis me të krasniqin Lala, kom lujtë martesën e Lalushit, kam lujtë, sot është bo virale, vidot, pëse është e gjiru me moti, po
si la lush që u garderob që më ka ndo prej Ganimetit. Po ma këshim pason ke pa amnet femna për Ganimetit, dy që më ka përse la lush. Po ka me që ku pa përse të nimi që shtu. Po unë gjithmonë i hare shumë. Si atje, unë vish të kish. Mu kërkush nervos në më as të moral. Ja, vish të kish. Vish kish, u shko jeta. Nuk është jeta 1000 vjet. Në vërtetë. Shire jetën sot, je edhe u kry puna. Pikërisht. Dhe familjarët, a ke pasur ndonjëherë ndonjë mosmarrëveshje për ndonjë rol, ku ata s'kan mundur të shohin ndoshta ty me një rol të tillë, edhe të kanë kundërshtuar dhe të kanë thënë që tash e prove. Ja, jo, kur, një tem edhe pse gjithmonë jam konsultuar edhe me djem ndoshta edhe me bashkëshortën, po jo, kur s'ka ndodhur diçka thashë i kumrujt shumë gjona vadi që se ta e dim çfarë se jemi pak larg Evropës jem na, meqense se Evropa këtu, po jemi rujt shumë që njëri kur të kyr se tash për shembull më voni një gjë banale, një skeç banale, një sa me kyr me me motor, ndoshta me re, ndoshta me atë, çish me kyr në thonë, vetën pa lidhje. Kështu se kom kur e kom frenuar vetën gjithmonë. Edhe për shta projektet e mia shit gjithmonë një shku flak që thënë na se kanë ditë çfarë problemi publike, po. Edhe kanë pas mesazh edhe që kanë kënaqshme, po. Më shkoni diçka që ke mundur të ulesh ta shëgjosh me familje, Shumë ka vërtet. një kompleks, pa një diçka që sot fatkeqësisht, unë për vetën tem, ka shumë emisione të tilla të cilën prezencë familjes në shumica i të bëjmë bashkësi. Ende ne kemi kaluar atë pjesën që pasi që shumica po thonë që jemi kohë moderne, ma nuk jeton dikush bashkësia, mo jo, ende ka familje që jetojnë për bashkësi edhe kur këshyr diçka, të këshyr bërëm diçka që mundesh me këshyr me babën, nanën, vjerrin, dhe e tjerë. Shumë vërtet. Fatkeqësisht sot i ka degeneruar pak më shumë. Është prish, bile humori është s'ka humor më. Sidomos, po, pikërisht për këtë pjesë të humorit e lëshma. Bëni dallim pak për humorin e kohës më pashme, të kohës tonë, edhe për humorit të cilën e kanë pru sot. Qyre, pa dosh me kritiku se me qenë sërë ma jem kolegë. Ne jemi kolegë, përgjithësi, Po ti aktori nuk e kritikon, thjesht e kritikon materialin. Po, materialin, po normale. Mesazhet. Unë do humore që piqesin në televizione lokale, nacionale, pa morë parasysh, unë ata i kisha të nëcuru krejt, i kisha hek. Shtë humorati për këshyti me familje, ja këna shtipi, që është në pep sa dusha, për dhe që vëtet. Ta ne që letë fëmijë me këshyra, thonë të, unë të fëmijë se lëmë këshyra, ja hek i për, rrëzën ke lëmë. Jo, Allah ti e 4 orë, anë në orë, gosha 4 orë, se në me këshyra fëmijë që është të dhe kripuna. Jo, po orë, ku, ha, ne, këni, e shta shumë si graci, anë pa i një graci, le, ma, mësë ma heqa të lema, po, di këtë rënë dhe orë, le, vë, po, zot, ma këshyra dhe atë. Unë për vetë nuk pajtuna me s'ko më omar, dash me kesh hin TikTok, një vërës një hanë, sa dush, hin TikTok shuaj zonë që të, o do kripuna. Pikërisht, koha është e njëjta, njerëzit ndryshojnë. Po folë zotit ka njësë, Na kemi për kohën. po folë zotit ka njësë më vedisu pak me dhe seriale, pak ma të kohës tonë, që i gjojnë kohës tonë, ka njësë pak njerëz më vedisu, mirë po shkojnë, po da, masë ma keqë zotit. Unë jam më rejtë, që sa e ke njësë që 3 javë, edhe vjetë fryetët, që sa e ke njësë që 3 javë, ari po të tonë mirë, më të se mirë, që me thonë? Dhe krasu me vite? Po me 30.000 ata? Hajtë në ata ti që ka kalua fati. Do me thonë ti e ke fillu kur unë e kom gjitha, rësha? 92. Po me thonë dikujt që 32 vjetë jam s'kjenë thëtë, a bise ty t'ka kalua fati. Ta shpëtë konzerve i presht. Ja, E përdorin, jo, përdorin shumica. Përdorin. A përvrej nga lësh muzikën folklorike që një kohë vetë shumë pat a neglizho e krejt aso. Tash, është për vetën dhe mund që tash e du ma shumë folklorin si që muzikë moderne. Këtë kongë të vjeta janë të ripërpunu. Dhe aty po du me dalë në me thonë që arti djetër nuk i u flerë. Qëfar dush kongë e bëne hit? 2 dit, nështë a i mërë 1 milion klikime. 2 dit. Mo, aja kongë nuk ngu. Orë, s'ka më imu të shua ju mo, as njëherë eq, as njëherë, edhe humorët i të stila. Qa dhe të vërë? Testima. Kur për jetë, kur për jetë, kur. Bagajët më doja 10 milion. Ja, unë kështu, o ti lini bagaj që mos me dhek kur. Edhe ti, nëse ne sa në vroj jetë, ki mërë në edhe 1000 vjetë tjera, me qatë bagaj, me qatë sen që e ka lotë mirë. Pikërisht. Është e shpreja tjetojnë për të mësëllaruar. Kjo është aja. Lëdush,
bashkëpunimet cilat i ke pasur, cilin mik artist e ke pas më të përafërt që ti ke bashkëpunu shumë në mënyrë moderne me ta, je kuptu shumë mirë, edhe me të cilin jeni keni qenë gjithmonë koordinim që ta bini atë çka keni menduar ndoshta njëjtë. Po unë njëri më të afërt që kum pas, që kum punu shumë me tonë Ismet Krasniqin, Lala, që me Ismetin më punu është më lehtë se me Ismetin më punu në Bocka. Sepse Ismeti e kupton hala çka ti po dhe me thonë, aja kupton çka ki me thonë. Shumë se Ismeti ja kap me të parën. Edhe me Ismetin kum lujt shumë, kum lujt me Imine Imerin, kum lujt me Cimen, me Zenel Tufën, me Amni Hotin, po Allah me thuja gati me krejt të stradës. Më ka ro me bashkëpunu, po Ismeti është njëri më i kapshëm për me lujt në skelë me thonë, për më marrë ka fjallën. Ismeti është kapaku. Tash kemi pas lujt 6 epizodat me komedisë Martesa e Lalushit, e cila edhe sot këqyret, edhe pse është gjiru para 2-13 vjetë, 15 vjetë, po edhe sot këqyret, tash është viral në për rrjetet sociale, komedia që ka qenë dërë më të shikumet. Atu ka lujt Ismeti rolin e babës, Emine Imeri ka lujt rolin e nonës, Vli është një pjesë ato ku nuk hi dhëndër pa hongër buk. Thonë, thënë, më zërë, henë mërë dhëndër, ja pa hongër buk si. Unë du baklovë, tha, ka hongër avdje, dhe ani avdje në thënë, pro, shumë i bo. Qysh jenë panë edhe këto humorët të zëtë, letë, dhe qysh... Po me të knazë, bre. Ej, kur thike dhe më thonë... Viti i ri, mënë sistemi prit, dhe në këshiqu një humorët, Cimës, Lalushit. Do më ta këndu një shtëri, shumë interesante. Ish ku a viti 3, që atër kish dollën DVD-at. Edhe tash isha me një shqitore, bikë një fashi, shqitore që të dhejat, si. Të një shok atë. Po e kisha kapuqin gjithë që shtu, kur në hinë një unë me një thmi. Tash a e thmi a i kështë truk, veç kemë më blitë të dhe një Lalushit. Edhe o ati dja, ta kom blitë dja, tha, o dhe me blitë. O e tha, në unë, ty e Lalushit e që në ullat me ta pa tekstën. Dhe une, hubi krejtë, hubi, kapë të minë, që këtë ullë. Po pra. Po se edhe fëmijët e kanë prit me padurim, do shta qatë pjesë që me shiqu diçka në televizionet, kështu që sa... Ja shpesh të thënja, jam shëna martesin e Lalushit të fëmijë, dhe tha gratë dolin lujnë vëzhillet, ju s'ka, ta fëmijët të Me që këshyrën, fëmijë dhe reaktorë, do shta në komeditet. Zotëri Shërpje, cilat kanë qenë sfidat në mërgim që ke hasur deri në atë periudhën ku ju keni jeni bërë ndoshta venali që shtohemi në popull shqiptar ose deri në atë pike ku ju keni kriju një vend qëndre në mërgim. A keni kaluar për sfidat ndryshme? Po çdo i ri, çdo herë piknisja është problem. Po kom pas fatin e mirë që vllaun e kom pas atje. Po. Edhe sa do pak më ka këshillu, më ka morë ma zvete. Po, shumë. Se njeri i ri mund është shumë e gabu, letë. Jo që pje thonë vetë, se çdo njeri i ri, po fal ati që më ka këshillu shumë, mos eja këto, mos bën këto. Shumë mirë e kena kalu. Jo keni disa vite në Evropë. Çka kishit më thonë për vendin tonë për Kosovën? Cilat janë ato ngecjet e mëdha që na i kemi, edhe ato zhvillimet ndoshta më të mëdha që ti mundesh me bëni krahasim ose një dallim mes shteteve të Kosovës. A jemi ne ku as jemi, se s'u di tash, do në lëndë s'mujna me krahasu Kosovën me Evropën, si jem të shku në Evropë. Kështu që më mirë se këta s'mund të ditë. Rreth Trump e fol drejt. Ja, për me fol drejt jemi. Jem për me fol drejt. Edhe drejt po thëmë, shumë largë jem. Largë? Deri sa shqiptarët. Pa më parasysh, kjo është i Drenicës, unë jam e unës Vitinjës. Një gjak shqiptarë jem. Deri sa nuk bom me bashkë. A përshet shka po bom? Në Zvicër. Në Zvicër jem, votat ku të vinë. As nuk shkojnë a vinë votat, e këshimi pra programit, japëmi. Po qëri dush jepja. Unë e kom pos një shëk, e kom një shëk, e kom mëreshën, e kom filmin e shpijav, qatijav, e kom mëreshë kulmin, edhe një njëftu, tha unë e jam në partinë e Gjelbër. Edhe thash okej, tha, po të tha ki pasus në Zviceran, të është me votu, thash po, thash unë e adhe shqiptar që shenë, kom me të votu ty. Jo, tha. Ti tha këshire
pranë programin, tha, edhe tha, dëgjë tha, ku ta qëtë votën, tha, është për të mirën e Zvicrës. Desha për ma muë, desha ti, tha, kejtë jena se këm këtë bardakin që uje këtu, gjithë jenë këtu. Tha, desh me e votën mu, desha ti. E të më thonë, deri sot bomi, gjithë për Kosovë. Më konë, unë për shambull, më konë të bonë që kja, tash, besëm për ta epë që, thëmë për dajtë për mytë, në vetëm në të bonë që kja. Që kja, në të vjenë që kja më bonë Kosovë. Po ku ka ma kese me ketë mediat me full për Kosovën? Jesëm për bojnë qeverin, jesëm për bojnë tonë, je Kosovën e largë, mu më kanë thonë Zvistran, lufta kur përfëndoj. Më kanë thonë Shevket e 10 vjetë kime hecë për këtujit. Se Zvistra, Kosova do më thonë ko me ordë për 10 vjetë se kë Zvistra. Pa disa më gëzej. Unë më rani këmë thonë, me gruë, me fëmi, thash, na kena me shlu Zvicrën, thash për shkujna në Kosovë, kesh me ka pak lekë, me ndërtu dishka. Po tashti edhe me dashme, po kom qep me ardhë dhe sonë, që shtë sonë e du Kosovën, pa më pas të shonë. Po thëmija nuk po vinë, qysh be babë me shkutja, për shka po bëndë. Këtu mas pari nuk ishë dhe Shumë problem. Jam me tyje që i shala mërë zëtë bëndë të mirë që edhe na të gëzohemi, se gurbet o Iran. Cila është e meta e jonë si popull që kemi, ne lidhemi për ftyrave partijake. Po, pra. Ja, na pëlqen tash një figurë politike, dhe tash na lidhemi shpirtnisht për ti, apo në për Kosovën, apo në si synimi qytetarit duhet me kanë menimi për të ardhmen e komplet Kosovës, jo për interesat vetat personale edhe individuale. Po, kjo vërtetësia më e madhe, por për ata dhe lypa një dallim që ti mundet me thonë shumë të qartë, pasi që je shumë gjatë. Përgim, se na s'mujmë, se na... Nëse në bina që s'të këna përdetin së dim shë përbojnë. Ja, tani na... Shqyjtaj në konë? Ne nuk na mështesim mos pari as artin e kulturën, e le mo... Kulturën e qeshë? Dishka tjetër. Zëtri Lelesh, sa po kemi vështërsi për financimet filmave, pasi që filmat po janë pak në dokumentar edhe... Po vëlloni me dëpërtu jashtë vendet? Po, vish kam dëpërtu dhe në Amerikë. Shumë mirë. Me qenë se kosta e filmit është kogja madhe. Unë i falenderoj shumë donatorë që përkrojnë projektin. Shumë njerëz që vinë do me pagesat, dhe pa pagesat, që shkojnë këtu të filmi. Po që që kemi arrit filmit të parë, besoj që dytin edhe ma mirë këna me arrit edhe kemi dhe për tu. Më dërzu, në thasë nuk dërzu në. Jem konë sfida të në matërën e më rëzuk për tu, këmi qëta lak, edhe në qumë koma pet. Edhe këto nuk dërëzuna, shpresoj në shtator, po të bëj ftesë publike, në shtator premier në Cineplex. Faleminderit. Vish pas e ishë më sajde. Ja, po ba të nëzaj s'kemi ku. Are si të mos në premierat filmave, zbaneq. Zëtë Lelesh, të kthejemi pak të pjesa e filmit, pasi që jemi në fund të intervistës, edhe në fund të intervistës kom dëshirë që të ndjekim disa sekuenca të filmit, por si që të ceka dhe para hyrjes në intervistë që gjithmonë me lejen tonë. Tamam. Pa dyshim, të flasim pak sa kohë ka morë, cilat ka qenë vendet më adekuate të xhirimeve, sa aktor ki numër në film, edhe sa ke pas vështirësi të koordinohesh me ta që sot kemi xhirime në rregull krejt kanë me qenë. Apo ka mungu dikush, ka mujt dikujnë të ka dështu ose diçka. Edhe ato se në ndodhin, po filmi dasme e moleve, pjesëmarrja ke dikun është më shumë se 200. Edhe ka zgatë 3 vjetë. 3 vjetë? Po, realizimi, pa llogarisë shkrimin e skenarit e të realizim si film, ka zgatë 3 vite. Deri sa kemi dalë me premierën në Cineplex. Edhe prej Cineplexit, se më nalë më në Kosovë. Të parën më përëndim kë, e ka shfaq në Lozon. Pastaj Gjenevë, edhe këmi qytetet e Zvicrës tani, Itali, Gjermani, edhe e kam autorizu edhe një dikant tjetër, është në largë, puna e shëndetit, jo që tuta, po pritua më shku për në Amerikë, kështu që e kam autorizu njënë, edhe është në Chicago dhe në New York. Për një atje kam o shfaq, e tash kam startu me filmin tjetër Pranvera e përgjakur.
edhe ajo është temë e luftës, por është një temë shumë interesante, një temë që bindu zot që ka me e dridhë publikun. Po thamë vendor edhe ndërkombëtar. Se kemë edhe aktor turk, kemë edhe aktor indian, ka aktor nga Kosova, aktor nga Shqipëria, është ekipa realizimit, është njëra ndër më profesionale që ekziston në Kosovë. Tamam, do më thonë, është i kompletuar dhe kosta e aktorëve është ndër më të zgjedhërit që ekziston. I kemi zgjedhur edhe pse kosta është shumë e madhe, po i kemi zgjedhur aktorët që kur të bësh një sen bile bone. Po tema e filmit është shumë në ekstrem, është interesante, është shumë e ndjeshme. Bile kur del filmi, ata që janë të prekur nga lufta fort, ata ju kisha sugjeruar mos me e pa, mos me e kthyer filmin. S'është shumë i rëndë. Se tema e filmit është ngjarjet që ajo ka të bëj me prej dështimit të Rambujës, se ne kur kemi ofenziva më të shtira të forcave serbe që ata e patën ofenzivën, me sa e di në kanë pas me emrin Tokë Diego, nuk e di çfarë, që çfarë ndoshin përpara. E kanë Lëdësha ke hulumtu për materialin për film, apo ke posur dhe ti shumë çka t'jepësh për vetës, të freskët për luftë, pasi që ke qenë dhe pjesëtari? Unë me qenë si më konë pjesëtari që ishim dorë kësore 5 ditë të parë dhe kom përjetu gjithçka. Edhe këtë gati bazuat edhe nga ngjarjet e vërteta. 80% e para, tash me thonë për filmin e parë dasëm e moleve, është shumë interesant se të bëhet edhe një dashëm. Për filmin e dytë, për të tregoj drejt, është më shumë se 80% është ngjarje e vërtetë. Ka skena që ti qëtash me dhonë është edhe 5 vjetë me dhonë, si me thonë mena që ka që të film, së mund është me aqillu. Pse? Ka tema që nuk e imaginon të runi njerit, a mos që ka ndodhë në Kosovë e që nuk i dinë. Ka tema që nuk i dinë, bili bashkë një skenë, po të me avë trugu kështu letë bëvat publike në del kodel, është një skenë snajperisi serbi i vrarë në për burra njerëz, një gjuhë lapë, të i vrarë snajperisi serbi. Tash një gru 7 zonë, të i morë të tesha në qytetën, në por, i merë edhe hinë me një shpi, gjuhë shkit, kallët shpia. Tash aja gruja për i frikës, rogët dhe një të lindës edhe lindë, edhe lërë bebën brama, edhe del për jashtë zhagë, e gjakusur të lyrë ndim. E heto një gru, edhe më do të mi marë me minimue, thët aman shumë, thët në tërma thët bebën se veca linda. Shkon ka gruja me amor bebën, kur këthejet kjo veç vdes. Kësa jetë beba ndorë. O shka skena ato që s'murët me parlamenton një. Për një mesin, lërësh diçka për fund? Unë e për fund, ju i dëshiroj punë të mbarë, suksese, shikuzve tuaj. Du mi dhe thonë, Radio Televizioni Fontana është qelësi, është frekuenca e zemrës suaj. Kështu që shikojnë në televizion Radio Fontana, suksese, Faleminderit. Unë sot ndjeva një liri edhe një knatësi që po ta sëndjet duke pas parasysh pak që të shtajemi edhe një pjesë, një anë, Tamam. Gjithë jemi një. Por kur është dikush që pak prek ka vendlindja e kima let pak, e kini pargjeri edhe një modesti që ty të bën mundin ndoshta tipik se me pas një familjarë. Edhe në pikrisht që shto ndiva, asonte. Faleminderit shumë. Se pas një familjarë timin. Edhe ne faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për pritjen, respekt pa fund. Për një me kom dëshirë që të kesh shëndet plot, edhe të punosh shumë vitet e tjera për ne, për shirkusit, për artëdashësit dhe për të gjithë ata që e duan punën tonë dhe humorin tënd, edhe artin tënd. Faleminderit. Suksese pa fund edhe për filmin. Shumë faleminderit, respekt. Do të shëfkem, faleminderit shumë që pranua që t'jesh në studia, që ndash ato pjesë shumë të rëndësishme që për ne do me thonë shumë. Me ne, edhe unë ju uroj një jetë shumë të lumtur në Zvicër, por dhe të mos harroni Kosovën, t'jeni gjithmonë krah bashkë si dy miq shumë të mirë, pasi që e pashtë një shembull shumë të mirë të shoqërisë, me lalushin dhe ju dëshiroj shumë se shëndet dhe suksese ty dhe familjes tënde. Faleminderit shumë për teje, e para herë që i jap intervistë, po shumë jam krenar që kum qëllu të ju sefte. Inshallah nuk e fundit. Jo, edhe që një gjatë japon. Thua mo për këtë në film. Shkon me lalushin tashtë në për media. Shumë faleminderit. Po, tjetën. Unë përvejtë u knaqë. Faleminderit shumë për teje. Lalush edhe një herë më thuaj pak pjesën e filmit që ti ndjekim disa sekuenca. Këtu janë
sekuencat e filmit Dasma e Moleve, i cili është duke u shfaqur nëpër kinemat e Evropës dhe në Amerikë. I rregull. Çto sekuencat të filmit Dasma e Moleve, që i ceku dhe vetë aktori Lalushi, do të kërkoj nga regjia që t'i transmetojmë, pasi që ne arritëm edhe në fund të intervistës. Unë ju falenderoj shumë për momentet tuaj dhe takohemi në emisionin e radhës. Natën e mirë dhe mirë të pofshim. Apo në tërë që vaj? Po për qëtë të fuëm, që po s'ke vish. Alban Harova, shimi ma pësion të dhja. Në stek ma. Që i kanë hinjen, tane onë, shkit në kanë hinje përkatume, në kanë qitën për atushit. Po bre me tërë se ne ke me bajinë, se me krejt aty në kanë qitën. Gollë më s'ki se frikë kanë miro. I smeti Miki ke sa ta ishin i këtonë. Ali pazite, ima strašni snajperisti od Obeka. Čuvajte leđa. Odjem bre, odjem. Shka u bon. Po jesh me shkinet atje na po dim pa mja mojt. A di shka, ciknej drejt e dilni të luki Vazhanishit. Këtë katuni jina të ikë. Bënë fmit goti, a mo veshit trash. Trash se se di kur në zanë nota. Oj non, Fol me nonën. aku marru arushe. Li arushin shpirtë të nuk vinë kur gjo. Hajde, Niko. Non, po du me mund të ma vojnë shki. O lufta shumë. Ma ti më stajnë? Hajde boci. Ka po shkojnë? Hajde luki Vazhanishit. Merë ma bre që t'qikë bre. Hajde bre. E i ka thu të du. Poj, para 2 jove, nejta me i smit. E veta. Sa ka 2 vjetë që as letër, as telefon me tonë, s'kena mujnë me bërë. Ka kjo i qikë. Kështë të shaturi për të shaqen, pse? Dhe shka, nësë anë fort edhe mësë largo fort për shaturin të. A ti si ti jenë në runon. Toni! Në ndëgjova më omë se ka nërë një 2 djemë për përëndimi, ama djemë 3 ma. Shtu kum ni? Po, ja nërë kam. Kush ishin ata? E urres është kështu. Ti qenë nga sot, je e mnun komandant toku. E, dje ma. Komandantin Kosheri e boni komandant, se së boni mu. Po nëllë ti veç vetë tu, a se ki kërkom këtu me poa? Unë këtë që kam, migji kam qëta shok që i pove. Dhe me këti familjen e pas ke jashtë atje? Jo, pas familje nuk kam unë. Këtë i kam në vore. Në të mëllëtela e ljodë. Gollë bosit. Ka e ke mësy kështu brebi? Në të mëllëtela se ke komi lazimin. Jo, ba bosit. Kush janë anëgjët, Samër? Janë uqekëja. Po, mirë, Jo, këtu a keni pa familje? Jo, ma të që kena posë në për mole, sajde. Inshallah, në mirë. Shpresoj që mujnë me ho mirë. Inshallah. Po lufta, po sakrifisa të drita. Korrespondent, qaj që të këtë në stil të veri. Qaj, shpejt për ufla. Po, ma burë të shkoj.
Eu brände någon och sagt, du kan ta skott. Alltså, så bra plugg kommandant. Du kan inte plugga av sig. O Bob, aty të shatorat thanë që milazimin atë shumë me metin e kanë vrasët. Bobre? Shkijet po baba. Ku gjenohi zotit. Po sot ja këshin vro dhe grune qikate. Qysh? Ashtu ka ardhur nana dhe mutrat. Po zemra o gjithë. Ato janë duke na shikuar nga qielli. Vin, do të vinë. Agje, am premton që s'kam më mblo vetëm. Dush më morë disa ushtarë, sa unë të keni më njësë për Shqipëri, kemi nevojë para matem. Po, komandant, do t'i marrë 10 ushtarët më të mirë, sa për fillim, edhe njësi. I sholla nuk dina, do një pritë sebëve, se shafet kalzej që shljoftën ti. Po edhe nëse bi, e nëse vritna, trimreshtat vdesin që në tukës. Me bon dasmën me ushtarët e liris e balë me flamonin e uqykës. A i tyben ka ma mirë. Po thua? Pa Allahi pa thamë. E presmet Miki qënë kom. Hajde për hajko. Për hajko, dos ma mollër. Imi pushka me zuperine. Mik, si të kryet konga, jenë e mërë nëse. Hajde për hajko. Hajde vako. Do të jam më mirë. A shikosh. Si, ja. Hajde. Faleminderit. Snat për hajde. Hajde paq, edhe ty për herë për shumë. Kjo ke nusja toni që më tu, shek. Hajde për haj, inshallah edhe një plumë ma shumë armikut. Të pushat plumë të dhe ty edhe aty, ne e më interesant. Vola banë pasi Sokol me komandant Volet, lisë në Menerane, se koha e ligë dhe ushtarët e mëjtë pa bukë. Edhe se. Nuk e kam asë një gram miell në muaj. Po si mund i kthej mrapa unë pa miell? Maj, këtë të njëmë. Toni! Toni! Po jam edhe ma kërnare që për rritin i tonë brenda vitë. Dhe me thonë jeshtë të zonë. Zot bata i tegu. Cilin Toni para se me tek ma la manet, që unë të kujdesem për të. Që nga ajo ditë, kujdesa 8 herë për Basin Ismet. Pej sodit, unë